Pra ju sollët për një shembull të fusharit të Vetlezhës, se mos gaboj, për numër banorësh, se sa kishte punonjës. Keni një studim ose keni shifra se nëse do ketë një shkurtim të vendet pune, apo këta njerëz do të shkojnë, do të punojnë në bashkinë MAM, nëse mund ta quajnë. Duhet ndajmë, kam ndarë në mënyrë specifike dhe kur ja shpjegova pak më parë, ato që quhen aparati nga ato që quhen shërbimet. Aparati është juristi i bashkisë, urbanisti, inxhinieri, financieri i bashkisë. Aparatet bashkohen se do të kryejnë një funksion për një territor më të madh. Shërbimet, jo vetëm që s'do preken, po unë besoj shumë fort që shërbimet ne do të shtojmë. Nëse ne themi që kota e zjarrfikseve për çdo 1.000 banor, ne kemi në nivelin që ka Bashkimi Evropian, ne duhet ta çojmë atje, që të kemi mjaftueshëm zjarrfikse siç është standardi BE-s. Nëse normën e edukatorëve për nxënës ne kemi në Bashkimin Evropian, ne duhet të shtojmë numrin e edukatorëve. Pra, njerëzit që merren me funksione, jo vetëm që do lëvizin, po duhet që në raport me kotat dhe standardet e shërbimit zjarrfikës, e shërbimit qerë dhe kopshte, e pastrimit e gjitha me radhë, ne duhet të çojmë atje ku duhet. Pra do shtohen vende pune, nuk do shkurtohen. Sërish, nuk po them, as nuk do shtohen, as nuk do, unë nuk është përgjigjemi. Përgjigjemi po them, aparatet do konsolidohen, ne do kemi ku ka dhe fusharës do ketë një zyrë urbanistike, një zyrë finance, një zyrë ligjore, ku do të vlerësojnë ata vetë me këshillin e tyre bashkiake në kërkesën e tyre sa vetë ai duhen dhe duhet i marrin nga gjithë territori. Dhe ndërkohë që shërbimet e pastrimit e kanaleve kuruseve ditëse, e qerë dhe kopshteve në fusharës do ofrohen fusharës, ato në puk dhe do koordinohen nga njësitë respektive administrative. Nuk kemi lëvizje të stafeve funksionale të shërbimeve dhe kemi konsolidim të stafeve të aparatit. Dhe diçka tjetër ndjes kolegëve. Ju në momentin që thatë që ne jemi konsultuar, le them me qytetarët, në këto bashki të vogla, siç e përmenda, ka pasur protesta, pra duket sikur në një farë mënyrë nuk i keni dëgjuar njerëzit, por duket sikur nuk keni dëgjuar as zyrtarët dhe përfaqësuesit e partisë tuaj. Ne referohem këtu faktit që dje në Poliçan, kryetari i PS-së atje ka dhënë Heshen dhe ndjekur testrat e Partisë Socialiste. Pyetja ime është, me kë keni bërë ju këtë reformë, kur nuk keni dëgjuar njerëzit dhe anëtarët të partisë tuaj? Dhe pyetja jote është përgjigje shumë mirë dhe për pyetjen që pak përpara, që është treguesi më i mirë që Partia Socialiste dhe grupi deputetëve anëtar të komisionit nuk janë nisur në këtë reformë nga interesi i ofiqarëve të një bashkie apo një tjetre, por janë nisur nga interesi i qytetarëve të territorisë.